shpërbleft hoqë mita radhës. Selam aleikum hoqë nderuar. Allah thot në Kur'an në surën El-Hujurat: Innama el-mu'minuna ikhwata. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Tani që jemi para Ramazanit, si mund të bashkohen muslimanët të largohen nga përçarja, inatë dhe hasmerite, dhe të presin këtë muaj të bekuar me zemra të bashkuara. A nuk është koha që para se të hymë në muajin e Ramazanit të pajtohemi mes vete dhe të forcojmë vëllëzërinë islame? Allahu shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: innamal mu'minuna ikhwa, muslimanët janë vëllazëni, fa aslihu, edhe pajtoni, përmirësoni nëse ka probleme mes tyre. Por si duket në ajetet e tjera, dhe Allah subhanahu wa taala din më së miri, probleme në mes të muslimanëve në aspektin e përçarjes ka më pas derisa të vije afrohet dita e Kiametit ose derisa të zbret Isa alayhi salatu wassalam. Bazuar në fjalën e Allah subhanahu wa taala në Kur'an, që Allah subhanahu wa taala thotë huwal qadir, Allah subhanahu wa taala është i fuqishëm me u quë ose ka mundësi me u quë dënim min fawqikum, pe nalt mbi kokat e juve, au min tahti arjulikum, ose me u quë dënim pe nën këmbëve të juve, au yelbisa aleikum shi'a, ose ju shtin juve përçarjen në zvete edhe i bën e keq njëri në tjetrit. Kur ka zbrit kjo ajet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit dhe ka bë dua gjithë natën: o Allah, mos i shkatroj umetin tem me dënim prej nalti, as mos i shkatroj umetin tem me dënim prej përfundit tokës, edhe mos e bëj umetin tem u përqa. Në mëngjes i ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët se ka zbrit ky ajet edhe i bë këto veprime, dhe Allah subhanahu wa taala më ka pranuar 2, kurse një nuk më ka pranuar. Allah subhanahu wa taala e ka pranuar që nuk ka me dënu ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në tërësi si ummet me dënim prej qiellit, sikur që i ka dënuar popujt e tjerë, të Adit, të Themudit e popujt e tjerë. Edhe e ka pranuar doan Allah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk ka me e myt me zhduk ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dënim prej përfundit tokës, që dietar kanë thënë të ndritet të tokës dhe të ngjash me dënimet e tjera që mund marr nga fundi i tokës, kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ma ka pranuar doan që ummeti mos mu përqa. Dhe kjo doa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka met e pa pranume në realizim derisa vjen dita e Kiametit, pra muslimanët kanë me vazhdue me u përqa mes tyre. Por përqarja ka met haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin e saktë: la tarji'u min ba'di kuffara, mos u bëni qafira, mos e desone. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, me shuaj njëri tjetrin, me sulmuaj njëri tjetrin, me arrejt njëri tjetrin, me myt njëri tjetrin. Këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thujt mos u ktheni në kufër, nga se vrasja muslimanit është kufër, por është kufër i nivelit që nuk e nxjerr njeriu prej islami, por gjunahu i kufrit është më i madh se sa të gjitha gjunahet e mëdha që ekzistojnë. Atëra kjo ka me dispozit haram, prej të cilës duhet me pas kujdes muslimanët. Kushdo që ndihmon në përçarjen e muslimanëve, nga se përçarja e muslimanëve i ka arsyet e veta. Prej arsyeve kryesore të përçarjes muslimanëve janë disa munafik që bartin fjalë herë të ky grup për të ai grup. Dhe këto janë shkaku kryesor që përçarën musliman. Janë disa munafikin. Ata me i vetë na kishë rina dhe me këta dhe me ata, po bashkë që ta janë munafik, se ai që është i qartë e thotë: jo, unë me qëta rria, kanë mira, kanë keq të qytje, që është e tjetër, po unë me qëta. Ky herë sa vjen këtu, herë s'ka shkolla që, ky është ai, thënë Zagarisa e Maravisës, që nga që shtu këtë gjojnë që ka gullash dikon. Tash, këta e bëjnë përçarjen. Kush është argument që këta e bëjnë përçarjen? Është argument në ngjarja që ka ndodhur mes Aliut edhe Muawiut radhiyallahu anhuma. Aliu dhe Muawiu të dy sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për shkak një mospajtimi, një paqartësie në çështje shariatike, të dytë e kanë pas qëllimin me mrije të drejtën shariatike, dhe të dytë i kanë pas argumente të tyre të qarta në Kur'an, po kjo ka qenë
fitne që Allah subhanahu wa taala ka caktuar kader për ta, edhe ka hi mosmarrveshja. Gjatë kohës mosmarrveshjes her pas here dhe kanë luftuar mes veti ushtarët e Aliut të Muaviut dhe her pas here pastaj kanë intervenuar muslimanët për me i pajtue. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatala faslihu, nëse dy grupe muslimanëve myten mes veti, jepni zor pajtoni. Kur kanë intervenuar disa prej muslimanëve me i pajtua këta, shumë herë Aliu dhe Muaviu kanë arrit marrëveshje. Sa që kanë ardhur disa transmetime, kanë shkuar Aliu është falë te Muaviu, e Muaviu ka ardhur u falë te shatori i Aliut, radhiyallahu anhu, ose e prort më të lartë të Aliut, kanë shkuar në falë në shatorin e Muaviut, e prort më të lartë të Muaviut kanë ardhur te tenda shatori i Aliut, edhe kanë arrit në funin e marrëveshjeve. Në mramje kur kanë rënë në gjumë musliman, disa prej ta që kanë qenë në radhët e Aliut kanë shkuar natën, i kanë vrarë disa ushtarë të Muaviut. Më thoj za se këta që janë ata zagar që hesin e rënë në aknena, kur në quhen sabata, kush na myti ushtarë, na myti këta, po këta e bashkëndij marrëveshje. Natën tjetër kanë myt këta dë vet. Edhe kush na myti, po ata ne kanë mytë sigurisht se dikush i ka vrarë ata çështu e bojnë. Thënë çështja e parë është me urujt mos më kanë dikush për neve piqetyne. Që nën mazgullashit herë këtu herë atje. Rri, haq aty që ka qellu përpara, rri. Nëse mundesh me dhënë kontribut për mirë, jepe, nëse s'mundesh leje. Tregimi i Aishës radhiyallahu anha kur ka hub në atë ngjarjen që ka hub për shkak që u largua për nevojat e veta, kur u kthye te veni çka ka bë? Kush jo, veç ul, kanet. Në fitnet më të mëdha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ulnu, veç ulnu, mos bëni kurrë. Se kur nëse s'mundesh me bë mirë, kur të ulesh nuk mundesh me bë keq. Çështja e parë, domethënë fitnia ka me vazhduar deri në kiamet, por me të gjuna për gjunave trona, atëherë me mormasa, ne mos më kanë për atyre të cilët nxisin fitnen. Çështja e dytë, kur nëse bëhet pajtimi grupeve të muslimanëve, nuk duhet me lyp me detaje hakun si cili mu ma ka bë para 6 vjetë kështu, para 20 vjetë kështu, se ashtu tani të më hin lufta një herë, se ç'është më drejtua, ato gabimi janë bëmo. Kur pajtohen musliman, duhet me fal. U ka një farë mosmarrveshje, po aja kaloj e vazhdojmë tash e tutje mos me bë gabime. Dhe çështja e tretë që është pastaj më e rëndësishmja, kushdo që ka mosmarrveshje me musliman, qoftë personale ose grupore, me bë dua vet. Kur je vet, nuk çe kërkosh as nuk kërkosh, a mund me bë dua për çata me të cilin ki mosmarrveshje, është musliman apo kafir, jo musliman. Bën dua, inshallah Allahu e fal, udhzon, jep mira, jep dua, ja nis edhe përmirëson mendimin. Thonë çështu shkon situata. Sahabiu kur ka garantuar për te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është në xhennet, për veçorive që ka pas, ka qenë se i ka falë të gjithë muslimanët edhe nëse kanë bë diçka fajin ndaj tij, wallahu a'lam.